Me datën 13 qershor 2025 ka përfunduar zyrtarisht procesi mësimor në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Maltësi. Ndërsa për nxënësit ka nisur pushimet e shumëpritura, stafi pedagogjik do të vazhdojë punën deri me 30 qershor për të përmbyllur detyrimet administrative dhe për të bërë përgatitjet e nevojshme për muajin gusht, kur fillojnë përgatitjet për vitin e ri shkollor 2025-2026. Me këtë rast, biseduam me disa nga drejtorët e shkollave në treva të ndryshme të Malësisë, përkatësisht me drejtorin e shkollës fillore Mahmut Lekiq në Tuzë, atë të shkollës fillore 29 nëntori në Dinosh, si dhe me drejtorin e shkollës fillore Bashkimi në Skoraç. Drejtuesit e këtyre institucioneve na informuan rreth mbarvajtjes së këtij viti shkollor, datave të përfundimit, si dhe sfidave që kanë shoqëruar procesin arsimor. Ata folën edhe për riprovimet që do të zhvillohen gjatë verës, duke theksuar mungesat që kanë ndikuar në rezultatet e disa nxënësve. Ndërkohë nuk munguan as kujtimet për momentet më të bukura të këtij viti, pjesëmarrjet në aktivitete jashtëshkollore, punimet krijuese të nxënësve, bashkëpunime të ndryshme, si dhe për kushtimin e vazhdueshëm të stafit mësimor për të përballuar sfidat që paraqiten në procesin arsimor. Faleminderit që keni ardhur për të intervistuar. Ne si shkollë, do të thotë shkollat në Maltëzi, përfundojmë këtë vit shkollor pra mësimin me datë 13 qershor. Puna vazhdon për kujdestarët dhe stafin punues, teknik, deri me 30 qershor. Pastaj vijojnë pushimet që u takojnë pushimet vjetore dhe vazhdojmë punën përsëri në muajin gusht dhe përgatitjet për vitin e ri shkollor. Si veprohet me nxënësit që kanë vlerësim të dobët ose mungesa të shumta, a do keni mundësi të përmirësim të notave përpara përmbylljes? Po, gjithsesi është e paraparë riprovimi për ata që kanë dobta, kuptohet nëse kanë 4 të dobta përsërisin vitin, nëse vinë në 3 të dobta kanë drejt të dalin në riprovimet, paraqesin kërkesën dhe organizohet riprovimi që do të jetë gjatë këtij muaji, afati i qershorit. Nëse nuk e kalojnë në afatin e qershorit, gjithsesi me 3 të dobta kalohet një provim edhe në muajin gusht dhe afati do të caktohet në muajin gusht, nëse nuk e kalon as në gusht përsërit vitin. Për mungesa, zakonisht duhet bëhet vërtetimi i arsyeshëm i mungesave, nëse janë të tepërta, ato edhe nuk vjen konsiderim, por me arsëtimet e mjekut, arsëtimet që kanë logjikën e shëndosh, mund të merren parasysh dhe ne t'i konsiderojmë një pjesë të tyre, për ta mësuar provimin klasor. Kemi raste që kanë sjellë dokumentacion nga mjeku dhe u kemi mësuar që ta japin provimin klasor. Kështu që duhet të jetë arsyetueshme, nuk ka jam dëmtua, kemba andej apo këndej, ekziston mjeku dhe vërtetimi në afatin kohor të caktuar kur ka qenë dhe ne e marrim parasysh. Dhe me qenë se edhe përfundimi është afër, do t'ju pyes për sa i përket aktiviteteve si shkollore dhe aty në jashtë shkollore të cilat i keni organizuar këtë vit. Aktivitetet janë të shumta. Tani për momentin që po më kujtohet ka qenë ky i fundit i një qershorit që është organizuar në organizimin e komunës së Tuzit, që kemi marrë edhe ne si shkollë pjesë. Pastaj, ka dhe aktivitetet e tjera të cilat janë zhvilluar gjatë vitit, si në vitin 2024, pashtu në 2025, duke filluar nga familjet e Brishta, një projekt që është përfunduar vitin e kaluar, projekt i rëndësishëm për prind dhe bashkëveprimi me nxënës, me fëmijët e tyre kështu me radhë. Pastaj, java edukative globale, që është një projekt ndërkombëtar, po ashtu edhe projektet e tjera që janë në kuadër të shkollës, në kuadër të rinovimit, mbjelljes së bimëve, kështu me radhë. Do të thotë, përveç këtyre kemi pas edhe gara që kanë qenë të organizuar brenda shkollët dhe ato në nivel shtetëror që kemi marrë pjesë me nxënës, në këto nivel shtetëror që janë gara nga lendet e caktuara, nuk kemi marrë vende të para, përveç që kemi marrë vende të para në recitime në kuadër të Poezia në Bashkon, që organizon Qendra për Kulturë e Tuzit, Malësia në Tuzë, po ashtu edhe një shoqat IKA, vendin e dytë, po ashtu kemi marrë pjesë edhe në aktivitetet e tjera sportive, kemi marrë vendin e parë në nivel rajonal dhe në vendin e dytë në nivel shtetëror për atletik.
pra aktivi edukatës fizike ka marrë pjesë me nxënës të shkollës tonë dhe ka arritë të marrin vendin e dytë në nivel të shtetit. Përveç këtyre kemi edhe aktivitetet e tjera që nuk i përmenda, janë të shumta, 7 marsi, 8 marsi, dita ndërkombëtare gjuhësëmtare, 28 nëntori, 6 prilli, e kështu me radhë aktivitetet të tjera. Kemi bërë vizita të ndryshme edukative, arsimore që janë në kuadër të aktivitete jashtëmësimore, me arsimtar të ndryshëm të aktivit të gjuhës shqipe, aktive të klasave të ciklit të parë, dytë, po ashtu edhe të tretë. Kështu që këto janë sa i përket kësaj. Përveç kësaj kemi edhe revistën të cilën e botojmë çdo vit, me rastin e ditës së shkollës, që është organizuar edhe festa e ditës së shkollës, dhe kemi bërë promovimin e revistës numër 5, që është përmbledhja e vitit të kaluar shkollor, pra 2023-24. Dhe jemi në përgatitje të sipërme të revistës numër 6, që i takon vitit 2024-25. Atëherë përmende që nga gushti fillon stafi pedagogjik të filloj punën, po sa i përket fillimi i shkollës, kemi ndonjë datë specifike e cila të filloj? Sa i përket fillimit të vitit shkollor të ri 2025-2026, ende nuk është aprovuar kalendari i vitit shkollor nga Ministria, gjë që e presim se ta aprovohet dhe na e dërgojnë. Dhe mbi bazën e tij përcaktojmë edhe datat e aktiviteteve të ndryshme dhe programet e testimet e kështu me radhë. Sa i përket përgatitjes për vitin e ri shkollor, ne qysh tani fillojmë me mbledhjet, ndarjen e orëve të punësore e kështu me radhë. Kemi paraparë dhe sistematizimin e ri të vendeve të punës, kështu që presim gjatë këtij muaji ta dërgojmë sa më parë. Do të thotë javën që të vijnë do ta dërgojmë, sipas ndryshimit të ligjit që është bërë për shkollat fillore. Ne si shkollë që plotësojmë numrin ma shumë se 1.200, kemi mundësi të punësojmë edhe një psikolog ose pedagog, varësisht prej kuadrove të cilët janë të përgatitur në 2 gjuhë, dhe përveç saj edhe punëtorin social dhe një mediator për popullsinë rome egjiptiane. Kështu që do të jenë konkurset në bazë të ligjit dhe do të shpallen. Atëherë besoj që pjesa që përmendet stafit pedagogjik është në programe sipër për të realizuar për vitin tjetër, por do t'ju pyes në pas të regjistrimeve të cilat kanë qenë disa muaj më përpara, kemi ndonjë numër që është rritur për nxënësit e regjistruar? Për momentin kemi regjistrimin e klasës së parë vetëm sa është përfunduar. Mund të ekzistojë ndonjë nxënës që vjen nga jashtë ose ndonjë prind i cili për shkaqe të ndryshme, arsye të ndryshme, nuk ka arrit në afatin e prillit, të majit. Ne sigurisht se u amundsojmë dhe shohim aty ku është në bazë të komisionit i cili i bën edhe klasifikimin, e vendosim. Sa i përket numrit, ende nuk janë formuar paralelet, por mendojmë se janë standard, janë stabil sipas viteve të fundit. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit që gjatë këtij viti shkollor i përcjellt aktivitetet e shkollës sonë. Baja jemi të kënaqur, ne ekziston mundësia që çdo herë edhe mundet ka hapësirë për të përmirësuar për të mirë. Domethënë, suksesi i nxënësve është i kënaqur, deri diku ekziston ajo dashësia që ka nxënësat fort të mirë, por ka ekzistojnë edhe nxënësat të cilët janë, të them, jo fort të mirë. Mirë, duhet të di se cilat kanë qenë ato sfidat më të mëdha sa i përket këtij vitit shkollor. Si çdo vit shkollor, edhe ky normal ka pas sfida të ndryshme. Ky vit shkollor ka pa aktivitete të ndryshme të cilat janë për herë të parë nga realizuar në shkollën tonë, aktivitete. Kem pas aktivitetin në vizitën në shkollë fillore në Turqi, të cilën kem bani në shkrim memorandum bashkëpunimi me atë shkollë fillore në Turqi, të cilën na vizituan, gjithashtu edhe ne ja këtë vizitën dhe i viziton në muajin, mos i kalojmë në muajin tetor, kem bërë vizitë nxënësve dhe profesorë. Gjithashtu, kohën e fundit, domethënë kem pasur një vizitë klasat e 8 në shtetin Nam, të cilat ishte një vizitë fort e mirë, edhe shpresojmë se në vitet e ardhme do të jenë si traditë
në procesin normal, në procesin mësimor që nxënësit e klasave të 8 dhe 9 të mësojnë për kulturën faktikisht kulturën tonë, shqiptare. Përmendet pak më parë suksesin e nxënësve, duhet të di se si kanë ndryshuar rezultatet në krahasim me vitet e kaluara. Pasi sot është dita e fundit viti shkollor, ende nuk i kem arrit me bë krahasimin, pasi që mbledhja do të jenë javën tjetër dhe raportimi i suksesit ka vetë kujdestarit do të jenë javën tjetër. Po sa i përket stafit, ka pasur trajnime profesionale për ta? Normal, si çdo vit edhe këtë vit në vazhdimsi ka trajnime profesionale, të cilë ne i thejmë seminare. Çdo hap e përcjellim me seminare ndryshimet e teksteve, ndryshimet e metodave, të gjitha kanë të bëjnë me trajnimet e mësuesve, arsimtarëve. Si ka qenë bashkëpunimi mes prindërve por edhe mësimdhënësve gjatë këtij viti shkollor? Bajag janë ka i mirë, domethënë gjithmonë ekziston një hapësirë që mund të përgjigjësohet për të mirë, por të kënaqur jam për bashkëpunim mes arsimtarëve, prindërve, si dhe komplet shkollës. Mirë, po nevojat që shkolla ka, ato nevoja urgjente që shkolla ka aktualisht, cilat janë? Aktualisht ende është ajo nevoja e sallës së fiskulturës, të cilin e presim me padurim si udhëheqësia e shkollës, stafi i shkollës, stafi mësimdhënës, nxënësit normal edhe vetë bashkia lokale e Dinorës së Magje. Synimet tuaja si drejtues i këtij institucioni, cilat janë për vitin e ardhshëm? Vazhdojmë në këtë kontinuitet me përmirësimin e kushteve të cilat deri tani janë përmirësuar bajag i mirë. Domethënë, gjithashtu vazhdojmë për trajnimin apo seminaret të stafit mësimdhënës. Gjithashtu vazhdojmë me aktivitetet lira të cilat do të jenë bajagit të ngarkuar edhe vitin tjetër. Atëherë për fund do dua edhe një mesazh për gjithë maturantët që përmbyllën këtë kapitull e largohen nga shkolla, por edhe për nxënësit e rinj që do të bëhen pjesë e këtij institucioni në të ardhmen. Gjithë maturantëve të cilit shpresoj se do të regjistrohen në shkollat të mesme të ndryshme, uroj sukses, fat në të ardhmen, të përkushtohen më shumë mësimit, të përfundojnë si çdo herë kjo shkollë ka lënë doktora, profesora në lami të ndryshme, ashtu që besoj edhe këtë herë do të jenë nga vetë këta gjithë maturantë që përfundohen këtë vit klasën e 9. Gjithashtu për fillestarët kemi ramje të regjistrimit të klasë. Pa fakt është se tash disa vite ka ramje. Shpresojmë se vitet e ardhshme do të jetë pak më mirë. Këtë vit vetëm ka filluar pak me disa pak nxënës, po disa nxënës që janë pak më shumë, ashtu që në të ardhmen shpresojmë se do të ngritet numri i nxënësve në këtë shkollë. Ftojmë prindë të cilët gravitojnë në këto treva për rreth bashkisë lokale Dinorës edhe për rreth bashkisë lokale të regjistrojnë fëmijën në klasë parë këtu në Dinorës në vendlindje gjuhamtare. Mendoj se është shumë e drejtë dhe nuk do të gabojnë. Po është në përshëndetje dhe nga na ime dhe çdo herë që dilni jam i detyruar dhe jo vetëm unë, por të gjithë drejtorët e shkollave dhe gjithkush që e ndjen veten njeri i plot në mendime dhe ndjenja, t'ju falenderoj ju sepse jeni dritare hapur si për sukseset në për shkolla, si për ndërtimet, si për gjithat e. Prandaj, unë një falenderim i madh i takon edhe juve dhe jam i kënaqur që vini gjithmonë në këtë institucion derisa unë jam drejtor. Këtë vit shkollor mund të them lirisht se jemi duke përfunduar me një sukses të mirë, që është mbi gjitha disiplina ka qenë në nivel, sepse ju e dini se kjo e sotme është shumë e vështirë për shkolla, sepse ka pasur edhe dhunë ndaj nxënësve, gjithatë për fat mirë në këtë shkollë nuk kemi pa raste të tilla, dhe që është me madhja duke falenderuar stafin e punës. Ne kemi pasur një marrëdhënie jashtëzakonisht të mirë, domethënë unë me stafin punues dhe me prindërit ku suksesi domethënë edhe nxënësit kanë qenë të motivuar, të mbështetur si nga ana ime, si nga ana e mësimdhënësve, si nga ana e prindërve dhe me suksesin e tyre jam shumë i kënaqur.
Si ka qenë suksesi në nxënësve në përgjithësi këtë vit? Kështu, në përgjithësi, viti i parë, i dytë dhe i tretë janë cikli i parë, i cili nuk ka vlerësim të notave numerike, por janë, do më thënë, atë arritur në tërsi, viti i parë, i dytë dhe i tretë kemi 17 nxënës, ndërsa të arritur kryesisht është 1 nxënës, dhe të arritur pjesërisht është 1 nxënës. Do më thënë, gjithsesi janë 19 nxënës të cilët kanë sukses pozitiv. Cikli i 2 dhe i 3, klasa 5, 6, 7, 8 dhe 9, janë notat numerike, dhe më thënë nga 1 deri në 5, për fat mirë duhet të theksoj se këti viti nuk kemi asnjë nxënës të mjaftueshëm, kemi të mirë, të shumë mirë dhe të shkëlqyeshëm. Do më thënë, 12 janë të shkëlqyeshëm, 11 janë të shumë mirë dhe 7 nxënës janë të mirë, respektivisht 30 nxënës të ciklit 2 dhe 3 dhe 19 nxënës të ciklit të parë, dhe më thënë viti i klasa e parë 2 dhe 3, gjithsejt 29 nxënës. Dhe më thënë këtu më do të theksoj sepse në shkollën nëmë kemi 28 nxënës, 1 nxënës ka qenë në shkollën paralel shpërndarë në drumët e epërme, ka përfunduar dhe i klasën e parë, me sukses të shumë mirë dhe deri më tash, dhe më thënë, si drejtor jam shumë i kënaqur me suksesin e nxënësve, suksesit tyre prap do të theksoj, është edhe puna që është edhe angazhimi i mësimdhënësve të cilët i falenderoj nga zemra. Duhet të diell nëse jeni përballur me sfida gjatë këtij viti shkollor dhe nëse po me cilat? Po gjatë këtij viti shkollor mund të them lirisht sepse kemi pasur punë në shkollë, shkolla ka ndryshuar pamjen edhe nga jashtë edhe nga brenda, janë punuar, do më thënë brenda këtij vitit janë punuar punime mjaft të bukura, siç është izolimi i shkollës, se vërtet ka qenë në gjendje të mjeruar, ka pasur lagështi të madhe, pastaj janë olluçet janë vënë të reja, kamerat janë po ashtu 16 copë, do më thënë 13 jashtë dhe 3 brenda, ndriçimi jashtë është bërë nga Ministria e Arsimit dhe brenda, do më thënë 11.500 euro. Po ashtu nga komuna duhet të falenderuar që kemi rreth 1300 m2 që është bërë asfaltimi nga hyrja edhe komplet i oborrit të shkollës ku nxënësit kanë mundësi të luajnë basket. Brenda janë ndruar, domethënë gjithsej 22 dyer të reja dhe tavanët janë përfunduar, domethënë gjithçka është në rregull përveç se ka mbetur kjo mrena që të bëhet lyrja. Këtu jam i detyruar të them, të falenderoj të gjithë vëllezërit, motrat, mesat, nipat, gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dhënë kontributin për përmirësimin e kushteve në këtë shkollë dhe një sinjali i tyre është edhe nga jashtë, sepse aty në 32.200 euro ka kushtuar izolimi i shkollës jashtë. Do më thënë rreth $60.000, 3.500 euro janë të bashkuara, ku presim momentin që vetëm është se problemi i arjes së parave, do më thënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe presim që me të vërtetë të bëhet investimi edhe mrena që të lyhet. Po ashtu më duhet të theksoj, nga Ministria e Arsimit kemi kabinetet përgatitura me kompjuter dhe televizor, dhe kemi, do më thënë, presim momentin për çdo rast që të na thras me Ministria e Arsimit që edhe inventari i brendshëm që të ndryshohet krejtësisht, do më thënë, të zëvendësohet me të reja. Përmendet pak më parë që keni patur një bashkëpunim shumë të mirë me mësimdhënësit ashtu edhe me prindrit. Duhet të di nëse ka patur edhe ndonjë trajnim profesional për ta përstafjen. Unë prap e theksoj edhe them, sepse është viti 4 që jam në këtë institucion, që udhëheqi unë duhet të falenderoj në radhë të parë prindrit, të cilët kanë besuar në ne për të sjellë fëmijët e tyre, por ju dini vetë se me një lule nuk çel pranvera, por fillon dhe besimin e plot, do të thënë duke filluar prej meje edhe krejt stafin punues vërtet nuk janë zhgënye, kanë qenë të kënaqur. Kombi i shkollës, do më thënë nxënësit i ka marrë dhe i ka sjell, dhe unë deri tani mund të them vetëm se kemi një falënderim të ndërsjellë si nga ana e tyre për ne, si ne për ta. Dim që ka pasur edhe punime të shumta do të që përmendet, por ka nevoja më urgjente që janë aktualisht për këtë shkollë?
Shkolla, çdo gjë e cila, për shembull, çdo institucion edhe shkolla jonë ka nevojë për përmirësime. Veçmas kemi nevojë në radhë të parë, si thashë, lyerja brenda, pastaj kemi rrethimin e shkollës, se është vërtet e kaluar, e kahmoçme. Mungon ngjyrosja ose bojimi i rrethimit të shkollës. Dhe çka mund të them këtu, sepse në këtë shkollë për fat keq nuk kemi atë gjelbrimin i cili do duhet të ishte, si në shkolla tjera, për shembull, udhënjtë të gjitha të mungojnë, përveç llogaritin vetëm 2-3 udhënj kem komplet në këtë institucion, i cili vërtet daton që nga viti 1893. Me vërtet është diçka asopor, shpresa është e madhe, nuk vdes kur, dhe besoj se do të angazhohemi, do të kyçemi brenda organizatave të cilat në vërtet do të ndihmojnë për përmirësimin e kushteve, si nga brenda, si nga jashtë, edhe për nxënësit. Por që është me keqja, ju dini vetë sepse në shkollat rurale, që janë, ose malore me mirë themi, është rënje nxënësve shumë, dhe për fat keq, ka shumë paralele të shpërndarë të cilat jo vetëm në shkollën tonë, por edhe në shkollat tjera të cilat kanë mbetur pa nxënës, dhe de facto, momentalisht, domethënë, edhe këtij viti shkollor nuk është në funksion sikur se është paralele shpërndarë në Trebojin, nuk është shkollë mbyllur, ajo është e hapur, por për fat keq nuk është funksionale as vitin e kaluar, por as si mjet, sepse nuk ka ndonjë nxënës i cili dëshiron që të vijojë mësimin në atë shkollë, sepse është çështja e vetmisë, është i vetëm, edhe shoqëron, domethënë, nxënësit duan shoqërizimin ose socializimin, me cilin që unë e përkrahin një gjë të tillë. Si drejtues i këtij institucioni, çfarë synimesh keni për vitin e ardhshëm? Unë mendoj në radhë të parë që inventari i cili është brenda të zëvendësohet si shtatsh me të ri, pastaj do të bëhet komplet pasurimi edhe i bibliotekës, që është primare për mua, se vërtet është e nevojshme që biblioteka të jetë më e pasur. Ka libra, por nuk është e pasur për të pasur një vend si duhet, a kupton, është hapësira e vogël. Pastaj më muj, ose si themi na popullore, mundësit më kanë, do të ishte mirë që rrethimi, dhe më thënë trotuari, në për rreth shkollës të përmirësohet, sepse aty janë, do më thënë, kemi ngritjen e asfaltit më lartë, dhe aty bëhet ulja derdhja e ujit. Oborrin e shkollës ta zbukurojmë edhe më mirë, sepse çdo gjë e cila punohet vetëm se lavdrohet, a kupton. Besojmë, mbetem me shpresë dhe jam optimist se menimin e Ministrisë së Arsimit, menimin e vëllezërve tanë diasporës, dhe me vullnetin e mirë të arsimtarëve dhe trupit punës komplet do të bëjmë në risi që viti i ardhshëm shkollor vërtet të jetë një vit i cili do të kënaqë edhe ne si staf punues, edhe nxënësit tanë dhe në përgjithësi edhe prindin. Dhe për fund do dua një mesazh nga ju për gjithë maturantët që përmbyllën këtë kapitull, por edhe për nxënësit e rinj që do bëhen pjesë e këtij institucioni në vitin e ardhshëm. Unë gjithë atyre të cilët kanë kryer të ne, për fat mirë kemi pasur 7 gjysmëmaturantë të cilët kanë kryer me sukses të mirë, respektivisht atyre u dëshirojnë nga zemra vazhdimin e mësimit të mesëm, dhe pas mësimit të mesëm me sukses të vazhdojnë edhe studimet, të cilat janë të domosdoshme, dhe apeloj të këta që patjetër në ato pjesë të lendëve të cilat mungojnë, do më thanë, do të ishte mirë që mendimin edhe të komunës së Tuzit, mendimin e Ministrisë së Arsimit të zgjedhin degët të cilat vërtet janë, siç janë për shembull matematika, fizika, deficitare, kimia, a kupton, janë biologjia, janë shumë lëndë të cilat vërtet janë deficitare. Nga kjo, klasa e 8 të cila si vjetë ka përfunduar dhe vitin e ardhshëm është gjysmëmaturant edhe atyre po ashtu edhe zënrat e tjere kudo, jo vetëm në këtë shkollë, por kudo ju dëshoj në radhë të parë të kenë shëndetin e plot dhe në radhë të dytë vetëm puna do t'ju sjellë suksesin. Atë mua më mbetet ju falenderoj shumë dhe t'ju uroj shëndet dhe suksesin. Edhe unë ju falenderoj shumë dhe respekte për mua, prej meje si drejtori i këtij institucioni dhe për krejt shikuesit anëmban ku janë shqiptarët. Falenderit edhe një herë.